Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Përshëndetje tona të sinqerta mbi vullën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë mësimet tona njihe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përmes virtyteve të tij dhe kemi ardhur tek kapitulli i 35, ku autori pra Imam Neveviu na flet për fjalimin e pejgamberit alayhi salatu selam në ndejat e tij gjatë natës. Pra në këtë kapitull o vëllezër, Imam Tirmidhiu i ka sjell dy hadithe ku tregojnë se a ka ndejtur pejgamberi alayhi salatu selam zgjuar pas namazit yacis duke biseduar me të tjerët, apo ka ndejtur i dërguari i Allahut pas namazit yacis duke biseduar me gratë e tij. Andaj vëllezër, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, siç e dini, e ka urrëtur xhumin para namazit të yacis, sikurse që ka urrëtur edhe ndejat pas namazit të yacis. Mirë po, nga njëherë lejohen ndejat pas yacis. Pra nëse njeriu ngritet dhe bën namaz nate, apo nëse njeriu ngritet për të lexuar diçka prej fjalëve të Allahut, Kuranit apo ndonjë libër, apo nëse njeriu i shkojnë mysafirët në shtëpi dhe atëherë obligohet ai që me ndejt pas yacis me ta, sikurse që lejohet pra që burri të komunikojë, pra të bëjë muhabet me gruan e tij pas namazit yacis. Allah subhanahu wa taala tek surja Ahzab në ajetin 21 thot: në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allah dhe dita e fundit dhe e përmend shumë Allah. Pra Allah i lartësuar vëllezër e ka bërë që jeta pejgamberit alayhi salatu selam private e tij të jetë sikurse jeta publike e tij, me qëllim që njerëzit ta pasojnë dhe ta ndjekin udhëzimin dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu selam. Andaj ndejat të zgjuar pas namazit yacis nuk preferohen, sepse janë shkak i humbjes së namazit të sabahut. Pra njeriu nëse rrin gjatë pas namazit yacis, lodhet dhe pastaj e ka shumë zor mu ngrit dhe për me dal në xhami me fal namazin e sabahit. Mirë po, lejohet, sikurse do ta vrejmë hadithe, që burri të komunikon me gruan e tij pas namazit yacis, sepse kështu i dërguari i Allahut ka vepruar nganjëherë me gratë e tij. Pra nëse njeriu flen dhe nuk e fal këtë obligim për obligimeve të Allahut, e që është namazi sabahut, djeni se e gjithë dita ti do t'i shkoj ati keq. Më thonë, ton kohën nuk do të mundet ta kalon ditën e tij me të mira dhe me të mirë, për shkak se e ka humbur një farz prej farzit të Allahut të lartësuar. Thot Ibn Kaimi rahimullah në librin e tij, thot se fillimi i ditës, që të thot lindja e diellit, është sikurse rinia e njeriut. Fillimi i ditës është sikurse rinia e njeriut, ndërsa fundi i ditës është sikurse pleqëria e njeriut. Që do të thot, kjo jep me treguti me ty, apo është e njohur mesin e njerëzve, se ashtu siç e ke rinin e ti, rinin tënde në ibadet, edhe përfundimi yt, pleqëria jote do të jenë njëjtë me ibadet sikurse rinia jote. Pra si e nis rinin tënde, ashtu dhe pleqëria jote do të përfundoj. Autori vëllezër Imam Tirmidhiu këtu e sjell një prej haditheve që është me numër dorë 252 nga hadithi i Aishës radhiyallahu anha, e cila thotë se një natë pejgamberi alayhi salatu selam u tregoi grave të veta kur njëra prej tyre i tha, pra i dërguari i Zotit ju ka treguar një tregim atyre. Dhe pasi që ka përfunduar tregimin, një prej grave të pejgamberit i është drejtuar të dërguarit të Zotit dhe i ka thonë: ky rrëfim të cilin ti e tregove, o i dërguari i Allahut, është hurrafe, që do thotë është prallë dhe është e trilluar. Dhe pejgamberi alayhi salatu selam ju drejtu dhe tha se a dini se kush është hurrafe? Dhe pastaj i dërguari i Allahut tregoi se hurrafe ka qenë një person, një njeri, të cilin e kanë marrë xhinët, dhe pas një kohe e xhinët ato e kanë kthy, dhe pastaj ky ju ka tregu të tjerëve për atë se çfarë ka ndodhur me të. Do të thonë ka jetuar një kohë gjatë me to, dhe ka tregu çudirat e xhinëve, dhe njerëzit pastaj e kanë ndëgju dhe pastaj
kanë thonë se kjo është hurafe, kjo është prallë. Pra, me një farfjale kjo nuk është e vërtet çfarë ti thu. Mirë, po ky hadith o vëllezër nuk është sahih. Hadithi është i dopt, se nuk ka mundësi që i dërguari i Allahut me ju tregu ndonjë tregim, ndonjë gjë grave të tij, pastaj dikush për grave të i thot profetit të Zotit se kjo është prallë, kjo është hurafe, çfarë thua ti? Kjo është prallë e trilluar. Mirë, po ky hadith nuk është i saktë, është i dopt. Mirë, po kuptimi i këtij hadithi është i mirë, sepse e gjejmë, domethënë edhe tek arabët, po e gjejmë edhe tek ne. Nëse dikush vjen ty me një tregim dhe që në start ai tregim duket e ti se nuk është sahih, nuk është i saktë. Edhe ti çfarë i thua ti? Leje për këto pralla janë. Mos na trego ti neve se kjo është prallë. Domethënë e mohon më njëherë në momentin që ti kur e ndëgjon. Mirë, po ky hadith i pejgamberit alayhis salatu wassalam pra që transmetohet është hadith jo sahih dhe nuk duhet me u bazu në këtë hadith. Pastaj autori i vëllezër na sjell hadithin e 253 nga hadithet e Zarrit. Është një hadith pak i gjatë ku ky hadith tregon për 11 gra të cilat janë bë bashkë në kohën e ignorancës. Dhe thuhet se këto 11 gra kanë qenë të Yemenit. Dhe këto gra kanë qenë jo muslimane. Dhe këto gra janë besatu që me i tregu mangësit e burrave të tyre dhe të mirat e burrave të tyre që i kanë. Mirë, po me një kusht që ata me mbet mesin e tyre 11 grave. Pra, këto gra kanë jetuar në kohën e ignorancës, para islamit. Dhe këta nuk e kanë pas dert me gibetu për burrat e tyre, sepse një gjë e tillë te ta ka qenë e lejuar. Por në këtë hadith shohim se këto gra pas kanë përgoju, pra i kanë përgoju gratë e tyre. Që do thotë se kjo nuk është argument që edhe gratë e muslimanëve, gratë e besimtarëve me i përgoju burrat e tyre në mesin e grave kur ata janë me xhlis me ta, sepse një gjë e tillë është ndaluar në Islam dhe është haram. Është haram. Andaj Aisha radiallahu anha i ka mbajtur mend gjitha këto fjalë të këtyre 11 grave, se çfarë ata kanë biseduar mes veti, duke ja treguar njëja tjetrës mangësitë dhe të mirat e tyre që i kanë. Dhe Aisha radiallahu anha këtë hadith i ja tregon pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe i dërguari i Allahut pra e ka dëgjuar fjalimin e Aishës me vëmendje deri në fund, sikurse do të na e tregon autori pra hadithin 253 nga hadithi i Aishës, dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu dhe tek Imam Muslimi, e cila thotë se janë takuar 11 gra, të cilat ishin besatuar se asnjëra nga tjetra nuk do t'i fsheh sekretet e burrit të saj. E para thotë, burri im është sikurse mishi, është shumë i dobët dhe është më i keq se mishi i devës. Dhe ajo deve thotë gjendet në majën e larg, shumë larg, me një kodër dhe shumë larg me shku deri tek ajo kodra. Dhe thotë është aq shumë zor për të ngjitur tek ajo kodër. Saqë pastaj kur të mrin kodër, thotë nuk e meriton që atë deve apo atë mish me pru të poshtë, me zbrit të poshtë. Kuptimi i kësaj është se kjo grua vëllezër e përshkruan burrin e saj se ajo nuk përfiton asnjë sen për burrit saj. Edhe se burri i saj nuk e ka asnjë të mirë në veten e tij. Sikurse që nuk është i sjellshëm burri i saj me të. Pra ajo e ngjason burrin e saj me mishin e devës. Se mishi i devës është për mishnave më të rëndë nga mishna të tjerë, nëse krahasoj me mishin e devës. Dhe pastaj çfarë thot ajo? Thot një mish i rëndë, jo i mirë, i një deve të thatë, të dobët, që është shumë i fortë për ta ngrënë, dhe thot ajo deve është maje të malit, që ti e ki shumë zor dhe priton me shku me marr atë deva atjena, dhe ku të shkon atjena me marr devën, e shes se sa thotë është ajo deve, e shes se ti nuk përfiton asnjë sen për asoj deve me prut e poshtë. Thot, kështu është edhe burri jam. Do thonë nuk ka asnjë të mirë në to, edhe nuk përfiton prej ti asnjë sen. Pra, tregon kjo grua se burri i saj nuk është bë mirës ndaj saj. Nuk shpenzon prej pasurisë për të, dhe sjelljet e tij me të, pra me gruan e tij, janë sjellje arrogance, sjellje nënshmimi, saqë nuk ka guxuar me fort diçka para tij, ja ka babaja ton kohën. Sikurse thot ai mal i cili është shumë zor për të hypur atje nalt,
ndërsa ai njeh cilët me mu, domethënë sa zor është me shku deri në majën e malit, edhe sa zor thotë unë kam me komuniku me të dhe sa keq ai cilët me mu. Ndërsa gruaja e dytë thotë për burrin tim nuk do të flas. Thotë friksohem se po të filloj me fol për to nuk muj me ndal veten time. Dhe thotë, por nëse flas, do të flas për mangësitë e shfaqura dhe ato të fshehta. Mangësitë që i kanë pamën e jashtme dhe ata që i marrin brenda ai. Dietarët kur e kanë shpjegu këtë thonin e kësaj gruas së dytë kanë thonë. Kjo grua thotë, nëse unë i përmeni apo i përmendi të metat e burrit tim, të mbrëmshme dhe të jashtme, thotë janë sikurse gungat që dalin te kafshët. A ke po, domethënë te devët ose te lopt që i dalin disa gunga për milikur, thotë kështu është edhe burri jam. Thotë është njëjtë sikurse ato gungat që dalin te kafshët. Edhe mrena, thotë edhe jashtë, pra që dalin në trupin e devës. Por kjo nuk ka dashur me fol më tepër. Mirë po ka fol sa për ta mbajtur atë premtim dhe atë besatim që janë marrë vesh 11 gratë me zveti. Sepse vazhdon edhe thot se nëse unë do të thellona për t'i tregu të metat e burrit tim, nuk ka mundësi me ndal veten time. Disa prej ulemave kanë thonë, kjo gruaja është ndal me kaq, për shkak se nëse do të kishte dal fjala atyre grave, do të kishte mbrin tek burri i saj, ishte ai do të e kishte shkurorzu, e kishte divorcu dhe kjo ka pas frikë të flet më tepër për burrin e saj për shkak të se ka pas fëmijë me të. E treta thot burri im është shumë i gjatë. Nëse ja zbuloj mangësit, ai do të më divorcon. E nëse heshti, do të jem sikur e varur. As grua martuar me burr e as e ndarë që t'jem e martuar me diko tjetër. Kjo grua në këtë mënyrë po i tregon të mbetat e burrit saj se burrin e ka të pavlerë. I gjatë e kanë komentu, ka thonë është i pament. Nuk është i mençur hiç. I tra shumë. Andaj thotë nëse kundërshtoj diçka unë para tina, ai më shkurorzon. Por nëse heshti për shkak që ma imponon ai mu mos me fol. Po ti veç ki me ngu, nuk ki me guxoft asnjë sen me fol para meje. Por thot unë jo me lidhur me to, se është e martuar me to. Ai as nuk ma jep mu divorcin me më shkurorzu, që unë mu kone lirë pastaj mu martu me dikën tjetër, dhe pastaj thot as nuk më jep drejtat e mia që më takojnë, që i ka gruaja apo burri që i ka karshi gruas. Dhe pastaj thot ai është një diktator karshi meje dhe ka një zemër shumë të egër. E katërta thot burri im është i butë si netët e Tihanës, pra Tihana është një lugim. Pastaj thot as nuk janë të nxehta ato net, por as të ftofta. Nuk i friksohem dhe as që bezdisem prej tij. Kjo gru tregon dhe thot se burri i saj është i mirë, është mesatar në sjellje, është mesatar në gjeste. Unë nuk frigohem prej tij, se ai mundet me bë diçka të keqe për mua. Dhe as që mërzitem dhe as që lodhem për të, sepse ai sillet shumë mirë, shumë butë karshi meje. Pra, aq e sigurt të unë jam me të, sa që nuk më bezdis në asnjë sen, dhe kjo në këtë mënyrë e lavdron burrin e vet. Tregon se e kam një burr të mirë dhe unë jam i kënaqur me të. Ndërsa pesta thot burri im kur hyn në shtëpi hidhet si leopard. Kur del krenar sikur se luan. Pastaj vazhdon e thot, asnjë nuk pyet se çfarë bëhet në shtëpi. Kjo grua me këtë formë po e lavdron burrin e saj. Se burri vet kur hyn në shtëpi hyn sikur se leopardi, dhe leopardi kur hyn në shtëpi ai ton ditën është i lodhur. Edhe shkon në shtëpi vet edhe rahatohet për me pushu. Thot, kështu do të kam edhe unë e burrin tem. Dhe ton është si leopardi kur ti në shtëpi, me një farfjale ti ki prik për tina, mirë po thot është aq i qetë, aq i dashur, aq i mirë dhe aq mirë sillet me neve, sa që asnjë dom nuk e bën. Dhe pastaj thot, kur del për shtëpis, del sikur se luoni,
që tregon shumë trim. Ndërsa mrena në shtëpi, bëhet i butë. Do thonë nuk reagon asnjë sen. Mirë, po ku del për shtëpisë është trim i madh. Dhe kjo tregon se ky edhe kur vjen në shtëpi, kur i sheh mangësitë që i kemi në shtëpinë tonë, do të thonë prej fëmijëve apo prej dikujt tjetër, ai hesht edhe i fal. Pra nuk merret me to. Pra nuk është grinda vetë sikurse burrat e ditës sotit sitin në shtëpi me njerë pyet kush që kjo, pse është argju kjo, pse nuk është që kjo në vendin e vet. E kështu me radhë. Por ai hesht, do të thonë hesht, por e miraton çdo sen që e sheh dhe e gjen në shtëpinë e tij. E gjashta thot, burri im kur ha shumë. Kur pi e pi të tërën, do të thonë çdo sen që ja çet përpara haje krejt. I ke qit me pi e pin krejt. Ku shtrihet për me flet, mbështillet krejt. Komplet çebën e merr edhe mbështillet krejt. Pastaj thot, nuk i zgjot duart që të di për brengat e gruas së tij. Pra kjo gru me këto fjalë po e nënshmon burrin e saj, se burri i saj është gryksi i madh. Çfarë ti qesesh përpara e fshin krejt. Nuk menon ai për gruan e vet hiç. E han, e pin, nuk le asnjë sen për gruan e vet që ajo me hongër prej atij ushqimi. Pastaj kur flan i vetëm, e kap çepën edhe mlohet vetë se anin për gruan e vet, a është kanert, a s'është kanert, a ka me çka mu mlu apo jo. Domethënë vetëm e këshyr Terezinë e vet. Pastaj thot, nuk i intereson për shëndetin tim hiç. Nuk merret me shëndetin tim, edhe as që intereson për shtëpinë, dhe as që më përgdhel mu, domethënë nuk sillet mirë me mu, nuk flet mirë me mu. Pra, kjo tregon se sa i ashpër është burri i saj, sa arrogant dhe sa koprac është karshi saj. E shtata thot burri im është i dobët dhe i marr. Ka përmbledhur gjitha mangësitë. Godet ashpër duke shkaktuar plag në kokë, ose godet fort dhe thyn ose i bën që të dyja. Kjo grup po tregon se burrin e ka shumë të dobët gjatë marrëdhënieve intime. Kështu e kanë komentuar dietarët. Pastaj thot, pra nuk është në rrugë të drejtë, është në rrugë të gabuar, dhe thot është ahmak, nuk është në Terezi. Vazhdon duke thënë, çdo që ju shkon mendje o ju gra për burrin tim, dini se ai është edhe më i smundë se sa ju që mendoni. Edhe më i keq se sa ju që mendoni, po ashtu thot të metat që i ka ai, thot ndoshta unë nuk di edhe nuk muj edhe me i përshkru. Pra, po na tregon për burrin e saj se sa i ashpër. Pra tregon kjo se sa i ashpër është me mu. Edhe në momentin kur futet në shtëpi, shpeshherë e godet në kokë, derisa e gjakos, apo edhe e shtyn në rëzon derisa i thyn diçka prej ashtit, prej trupit të saj. Me një fjalë, një burr i cili nuk është burr, se kështu nuk na ka mësuar neve Islami musjell me gratë tona. E treta thot burri im kur prek si lepuri. Aromën e ka të mirë e të këndshme, si e bërzillogu. Pra kjo grup po tregon se sa i butë, sa i mirë dhe sa i pastër është burri i saj. Dhe gjithherë kur ka ardhur në shtëpi burri i saj ka ardhur me erë të mirë, me parfum të mirë. Dhe tregon se sa i sjellshëm është me mu. Dhe e bën krahasimin njëjtë sikurse me prek një lepër. Lepra ke pas sa i butë është kur të prekish, i njëjtë është edhe burri jam i butë karshi meje. Sillet mirë me mu, dhe i ka tipar dhe cilësitë e mira. Ndërsa e nonta thot burri im ka prejardhje fisnike, është 7 lart, për këtë edhe këllëfi i shpatës së tij është i gjatë, i shumt është hiri i mbetur nga zjarri, edhe shtëpinë ka afër kuvendit ku njerëzit takohen. Pra kjo po tregon se e ka burrin shumë mikpritës, shumë trim i madh, dhe një luftëtar shumë i madh. Pra shtëpia e tij gjithmonë është hapur për mysafir. Dhe hiri që tregohet këtu është për qëllim se zjemi i tij në shtëpinë e tij është gjithmonë i dhezur. Për të pjekur për njerëzit që i vinë atij, për mysafirët që i vinë atij. Pra ai nuk ndalet se përgatituri ushqim për mysafirët. Pastaj thot, njerëzit fisnik gjithmonë i kanë pasur shtëpit afër kuvendeve, ku njerëzit janë taku, kur njerëzit kanë bisedu për ato vende pra ku kanë jetuar.
Edhe thot qëllimisht u kon ajo aty me shtëpi, për shkak se me kon shtëpia ti e hapur për mysafir, me mikprit njerëz dhe me u dhon me hangër dhe me pi, pastaj me i përcjell. Ndërsa veta thot burri im quhet Malik. E kush është Maliku? Maliku është shumë më i mirë se sa mund të përshkruhet me fjalë për të. Vathet e mbushura me deve, pra ahri apo kurri si i themi ne, nuk i dërgon devet e tij në kullosa, vetëm se shumë pak prej tyre. Pra kur lahuta apo lira fillon të tingëlloj, devet e dinë se ata kanë mu therr. Kjo po tregon se sa të mirë ka burrin, sa që nuk mundeni o ju gra me paramendu se sa i mirë është burri i jam me mu, po ashtu dhe me të tjerët. Dhe unë nuk muj me e përshkru burrin tem ka juve, për shkak të mirave dhe mirësive që i ka. Aq fisnik është dhe aq mikpritës është, sa që devët që i ka nuk i qetë kret me kullot. Një numër të vogël e qetë me kullot, ndërsa pjesën tjetër të deveve e mon në shtëpi. Pse i mon në shtëpi? Se në momentin kur ti vjen ati mysafiri, ai e therr devën me e shërby mysafirin me ushqim. Dhe pastaj thot, ai e ka pas një lahut. Dhe kur e ka pa mysafirin që i vjen te shtëpia, ai i ka ra lahutës. Në momentin kur devet e kanë dëgju zërin e lahutës, e kanë ditë se këta kanë mu therr për atë mysafir. Më thonë, jep me dërgu se sa fisnik, sa bëmirës, sa është sjell mirë dhe gjitha të mirat që i ka pas, pra pos që e ka dhonë për grunë e vetë, i kanë dëru edhe të tjera. Ndërsa e 11 tha, thot burri im është Ebu Zerri. E kush është Ebu Zerri? Thot veshët e mi me i ka zbukuru, krahrorët të cilët i kum pas të thot mi ka mbushur dhe i ka plotësuar, më gëzon dhe shpirti gëzohet ashtu si ndihet tepër mirë me të, më gjeti me një tufë të vogël të delesh dhe mjerim të madh, ndërsa më solli me një kopet të madhe të deveve dhe të kuajve dhe të deleve, ku xhamimi i deveve ushton. Pastaj vazhdon duke thonë, kishte punëtor të shumë të cilët merreshin me korje dhe merreshin me bakti dhe bujqësi. Kur flas asnjëherë nuk ma kthen fjalën dhe nuk më thot se ke folur keq dhe as që më nënshmon, flas sa du, asnjëherë nuk më zgjon prej xhumit, pi derisa dhe ha derisa të ngopëm dhe derisa nuk mbon dom pirja dhe ushqimi. Pastaj tregon për nonën e Ebu Zerrit, thot kush është nona e Ebu Zerrit? Thot një nonë që sofra saj, treza saj ishte e madhe për mysafirët, vazhdimisht sofra saj ka qenë e mbushur me ushqim dhe pije për mysafirët, ndërsa djali e Ebu Zerrit, thot e kush është djali e Ebu Zerrit, vazhdon duke thonë, shtratin e ka degën, si degën e gjelbër të palmës, i mjafton pak prej mishit të edhit të ri dhe të ngopet me pak, ndërsa thot vajza Abu Zerrit, kush është vajza Abu Zerrit, e dëgjueshme ndaj babit dhe nonës, me trup të plot, pra jo e shnosh, po e mbusht me mish, sa që edhe këshit ja kanë lakmi dhe fillojnë me fol kundër saj, pra duke i ka fshu buzët. Pastaj flet edhe për shërtorin e Abu Zerrit, kush është thot shërtori i Abu Zerrit? Fshetësinë që e gjen shtëpit tonë, thot nuk e përhap. Pastaj nuk i hulumton të meta tona në shtëpinë tonë dhe nuk i qet jashtë shtëpisë dhe thot është punëtore shumë e madhe e cila e mirëmban shtëpinë tonë. Dhe pastaj thot, një ditë burri jam, pra Ebu Zerri, thot e ka gjetë një gru tjetër. Thot ka dalë jashtë shtëpisë. Edhe e ka pa thot një gru me 2 fëmijë të saj duke lozur me zveti, dhe i ka pëlqy dhe është dashurun të dhe e ka martu ato grunë e dytë, ndërsa thot mu më ka divorcu. Ndërsa thot unë u martova me një aristokrat, i cili kishte prej pasurisë, kishte kuaj, kishte deve, dhe thot ai kishte një shtis të gjatë dhe kishte pra një ahër, një kurt madh me bakti. Thot më ka dhonë pasurit të ndryshme, bile, pos që më ka dhonë mu, ka dhonë merri sa të dush edhe për familjen tënde. Por çfarë thot kjo grua? Më thonë kjo tash nuk e nënshmon burrin e parë,
po i tregon mirësitë e burrit parë, edhe pse e ka divorcu. Thot, por nëse do t'i gumbulloja të gjitha këto që mi ka dhonë mu burrit dytë, nuk vlen asa ena më e vogël e burrit parë, Ebu Zerit. Shumë o kon i sjellshëm ndaj saj dhe asnjëherë nuk ja ka prish. Çfarë do që ka dosht ajo, ky ja ka dhonë. Pastaj Aisha radiallahu anha, transmetuesja këtij hadithi, kur e ka përfundu këtë tregim edhe fjalin e gruas së 11, atë tha i dërguari i Allahut, mu drejtu dhe më tha: "Oj Aisha, unë për ty jam ashtu sikurse ishte Ebu Zeri për Umu Zerin. Oj Aisha, unë për ty jam ashtu sikurse ishte Ebu Zeri për Umu Zerin." Pra, kjo gru në këtë pjesë e tregon ofiqin e burrit vet, Ebu Zer, ndërsa këta tjerat asnjëna nuk e tregoi, domethënë ofiqin e burrit të saj. Dhe tregon se sa bamirës, sa i sjellshëm, sa i mirë, sa dordhonës ka qenë karshi saj, çfarë do që ajo ka dashur, ai i ka dhonë. Dhe ka tregu se unë kam qenë shumë i lumtur me të. Edhe tregon se kur më ka marrë unë jam qenë një gru shumë e thatë, shumë e dobët, fakire, nuk unë pas mand, nuk unë pas pasuni, dhe në momentin kur jam martu me to, ajo është sjell me mu si kurse karshi një princese. Çdo sen që kum dashur më ka dhonë, jo vetëm për veten time, por edhe për familjen time. Pra, aq pozit madhe do të kum pas tek burri i parë, kur kum fol kurs ma ka prish. Jo si kurse ne, pak diçka me fol gruaja, ai boll më mshile. Jo, e ka lënë, e ka ndëgju deri në fund, nuk ja ka prish. Pra çdo sen që ka dashur me hongër dhe me pi, e ka hongër, e ka pi. Është ndal vetëm kur i ka bë dom ajo ushqim apo ajo pije. Ndërsa kur flet për nonën e vet, e burrit parë, e lavdron dhe tregon se ka qenë një vjerë shumë e mirë, shumë dërdhonse. Sofra e saj gjithmonë ka qenë e mbushur me ushqim për mysafir dhe asnjëherë nuk ka refuzuar njerëz dhe mysafir. Kur flet për djalin e saj, tregon se edhe pse ka qenë i biri një pasuniku, por ka qenë shumë i edukuar dhe ka qenë i nënshtruar karshi prindërve të tij, karshi nonës dhe karshi babës dhe karshi gjyshës. Kur të flet për çikën e vet, edhe pse ka qenë një çik jo e lasdrume për shkak të mallëve dhe pasurisë, që ndodh tek shumica e atyre që Allah ju ka dhënë pasuri, i sheh evlat të tyre pak janë mendje mëdhej, nuk rrin me secilin, pra veçohen me një shoqëri duke menduar se tash na jena një elitë, mirë po kjo është në kundërshtim me sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, sepse i dërguari i Allahut ka nejt me secilin, ka nejt me fukaron, ka nejt me jetimin, ka nejt me fëmijën, ka nejt me të pasurin, ka nejt me ato që s'ka e kështu me radhë. Pra kjo tregon, domethënë nuk ja humb vlerat e burrit parë. Tregon për nonën e tij sa mirë ka qenë, pastaj tregon për djalin e tij sa i mirë ka qenë, kallzon për çikën e tij sa i mirë ka qenë. Pra aq e mirë ka qenë thot çika e tij sa që të tjerët e kanë xhelozuar dhe kanë filluar me fol. Pastaj flet për mirësinë e shërtorës të saj. Domethënë, për vetëm që i ka punuar në shtëpi, nuk i ka përhap llafët edhe fjalët që i kanë dëgju ose ka pa ndonjë tmet ose ndonjë fshetësi në shtëpi, nuk e ka qit për jashtë, që kjo nuk ndodh sot, domethënë pak me ndëgju diçka me njerë në takimin e parë me gratë ose me dikon tjetër, me njerë ti i shpalos ato gabime apo ato fshetësi që i ke pa tek ajo shtëpi. Mirë po thot, në fund thot, kur ka dal një ditë prej shtëpisë, Ebu Zeri thot e ka pa një gru tjetër, është dashurun të, n'ka shkurorzu mu, është martu me ta, pastaj thot unë jam martu, mirë po, nuk ja humb mirësit e burrit parë, sikur se ndodh tek gratë. Kur shkurorzohet prej burrit, zi e mazi flet për burrin e saj, e njëjta është edhe burri, kur e shkurorzon gruan, flet zi e mazi për gruan e saj, gjë që e cila nuk lejohet. Momentin kur ti e ke shkurorzu, mbyllë gojën dhe le ajo le të merret me punët e veta dhe ti vazhdo me punët e tua. Dhe pastaj, masi që ka përfundu këtë hadith, Aisha radiallahu anha, i dërguari i Zotit, pastaj i ka thonë, oj Aisha, unë për ty jam, ashtu sikur ishte Ebu Zerri për Umu Zerin. Pra, edhe pse i dërguari i Allahut nuk ka pasur pasuri, qysh ka pasur Ebu Zerri, por dashuria që ka pas për Aishën, edhe bashkëjetesa e mirë që ka kalu me Aishën radiallahu anha, e ka gëzu zemrën e Aishës. Ka bo që jetesa e Aishës, por edhe gjitha grave, tjetë një jetesë e lumtur,
e mirë, e dashur me pejgamberin alayhi salatu selam, saqë i dërguari Allahut i thot Aishës, ka ardhur një transmetim tjetër, i thot Aishës, oj Aisha, un jam për ty sikurse ishte Ebu Zerri për Umu Zerrin, por thot un ty nuk të shkurorzoj. Ndërsa Ebu Zerri, në momentin kur e ka pa një tjetër, e ka shkurorzu ato të parë dhe e ka martu të dytën. Ndërsa pejgamberi Zotit ka thonë, un jam për ty sikurse ishte Ebu Zerri për Umu Zerrin, por un ty nuk të divorcoj. Ndërsa Aisha radhiyallahu anha i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe këtë hadith e gjen tek Imam Nesai dhe Tabaraniu, ku thot, o i dërguari i Allahut, ti je më i mirë se sa që ishte Ebu Zerri me Umu Zerrin, pra me gruan e tij. Pra, mirësitë e pejgamberit alayhi salatu wasalam karshi Aishës radhiyallahu anha janë shumë më të mëdha se sa mirësitë e Ebu Zerrit për gruan e tij, sepse këto mirësi Aisha radhiyallahu anha do t'i trashëgoj edhe në ahiret, ku do të jetë gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasalam në xhenet me të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salatu wasalam. Dhe ky hadith është argument se sa mirë dhe sa i sjellshëm ka qenë i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam karshi grave të tij, se i dërguari i Allahut pra i kanë dëgjuar me vëmendje derisa kanë përfunduar, nëse kanë ndërhy për me përmirësu diçka ose për me komentu diçka, kanë ndërhy, ka komentu pa nënshmu, pa e fy dhe pa e shoh. Andaj edhe kështu duhet jemi edhe ne që sillemi mirë me gratë tona, edhe pse gjuhën e kanë pak të gjatë, mirë po duhet me i duru, sepse kështu na ka mësu Islami dhe kështu na ka mësu i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ky është dersi jon për sonte. Allah e shpërblet për ndëgjim.